Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se po takohemi në një tjetër edicion të emisionit Zoom, vendi ku analizojmë zhvillimet më të rëndësishme politike dhe shoqërore. Viti 2025 ka qenë një vit i ngjeshur jo vetëm në politik, por edhe në përjetime kolektive që lanë gjumë tek qytetarët. Kemi kaluar nga tragjedi dhe proteste sociale te betejë për përgjegjësi institucionale dhe zgjedhje që ndryshuan peizazhin politik lokal dhe nacional. Në mars, Maqedonia u trondit nga një fatkeqësi e jashtëzakonshme me zjarrin në klubin e natës në Koçan, një tragjedi që mori 10 jetë dhe ndezi debate të mëdha për sigurinë publike, për uzurpimin e pushtetit, por edhe për nivelin e përgjegjësisë të institucioneve për mbrojtjen e qytetarëve. Në aspektin politik, ngjarja më e rëndësishme e vitit kuptohet që ishin zgjedhjet lokale, të cilat u mbajtën në tetor, të cilat krijuan sfida e pritshmëri të reja për dinamikën e qeverisjes dhe përfaqësimit lokal. Ndërkaq, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe reformat për integrim janë tema që nuk na kanë lënë indiferent gjatë gjithë vitit. Sonte në Zoom do të analizojmë çfarë ndodhi, pse ndodhi dhe çfarë pasoja la pas ky vit për vendin ton, por sigurisht një pjesë do t'ja kushtojmë edhe zhvillimeve aktuale, si zgjedhjet e përsëritura në Kostivar dhe Vrapçisht, por edhe kongresi i paralajmëruar i BDI-s për më 20 dhjetor. Me neve në studio janë politologët Qanin Uhiu dhe Valon Bela. Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Zoom. Mirë për ftesën, mirë se u gjetëm. Para se të hyjmë në temat konkrete, le të shohim pamjen e përgjithshme. Zotin Uhiu, përmenda që do të bëjmë një vlerësim të vitit 2025. Si do ta përshkruani këtë vit politik me disa fjalë? Tash, kur jemi nga fundi i vitit, zakonisht është normale të rekapitulohen edhe gjithë ngjarjet, aktivitetet edhe të qeverisë, edhe të partive politike, edhe të shoqërisë në tërësi. Do ta thesha me pak fjalë, ky vit është vit fatkeqësisht i vijimësisë, së dinamikës shumë të ngadalshme të reformave dhe të ndryshimeve në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në sferën integruese. Për çka do mbahet mend? Pikërisht për atë që e thatë ju, për ato dy ngjarje, do me thënë ngjarja në mars, 16 mars, me sa mbaj mend ishte në Koçan, po, tragjedia atjeshme edhe zgjedhjet lokale, me të cilat pjesërisht do të futem edhe vitin që vjen, po, në janar, ashtu që kemi edhe ngjarje tjera, të janë ngjarje të mrenshme politike, ndërsa në sferën integruese, sinqerisht do ta mbaj mend vetëm për raportin që erdhi në nëntor nga Bashkimi Evropian, që pak a shumë ishte po i njëjti, me të njëjtat kërkesa edhe me të njëjtat vlerësime aty diku. Diçka të theksuar në kampin politik shqiptar do të mbahet mend për fërkimet politike, për rigrupimet politike, për rireshtimet politike, por me jo shumë produktivitet edhe me jo shumë sukses tani për tani. Gjithsesi do të diskutojmë më gjerësisht në lidhje me çdo temë të cilën e hapët. Zoti Bela, juve në përgjithësi si e vlerësoni këtë vit? Është një vit i cili nuk shënon rezultate pothuajse në asgjë në vendin ton. Unë vetëm kësaj që i renditi profesori i nderuar, do i shtoja edhe ngecjet në ekonomi. Sepse tani më jo vetëm që s'kemi prurje të investimeve nga jashtë, po edhe ata që i kishim po kanë vazhduar duke na ikë. Edhe krejt kjo tregon për një atmosferë politike jo të këndshme. Jo rastësisht raporti i progresit, i cili nga disa skeptiku quajt edhe raporti i regresit, ndoshta me të drejtë, u potencua mungesa e reformave. Nëse investitorët e jashtëm nuk e shohin një shtet stabil, nuk e shohin një shtet ligjor, i cili respekton edhe ligjet e veta, ata me siguri se s'do të vinë të investojnë. Këta që po ikin, gjithashtu japin sinjale shumë të fuqishme që ndoshta ne po thellohemi në krizat më të tjeshme politike. Rastet e kopshme që i ndodhen Maqedonisë, disi ishin si një test
se ne akoma s'po dim të miremi me problemet të cilat na ndodhin. Në rasti më saktësisht i Koçanit, neve na nxorri shumë me një pamaturi edhe në gjyqësor, ku ndoshta arrestimet bëheshin me telefonat, sepse nuk ka logjik disa njerëz që janë arrestuar s'kan pikë faje apo s'kan asnjë farë lidhje, qoftë juridike, qoftë logjike me rastin. Mirë po janë arrestuar, sot dalin para organeve të gjyqësorit, edhe krejt kjo e shton pezmin të qytetarit se ndoshta nuk ka shpresë në këtë vend, edhe e vetmja rrugë mbetet migrimi. E diçka që askush s'po merret me migrimin ton, pavarësisht se e dëgjum kryeministin i cili tha se rinia jon po kthehet. Mirë po, ku e bazon ai atë deklaratë? Domethënë statistikat, numrat janë aty të cilët janë dëshpërues. Numrat janë që rinia ynë po na ik, nga vetë fakti se nuk po gjejmë politika adekuate për rinin. Se si me mbajtë rinin këto. Po, kemi kuadro, do kisha thonë, fantastike. Zbashku me Kosovën, rinia ka zhvillu, ka evolu jashtëzakonisht me teknologji të reja, me adaptimin e teknologjive të reja. Mirë po, kur nuk e gjejnë ata vetën këto, normal se ka kompani shumë të fuqishme botërore, të cilat na i marrin neve gjitha këta të mira. Edhe unë e shoh si një vit i cili nuk ka shënuar rezultate. Me tha profesori, rigrupimet politike, dhe rigrupime jo parimore, gjithashtu e shtojnë pezmin të qytetarit se nuk ka parime, po futem unë me një koalicion për hir të interesit. Edhe kjo gjithashtu ngjall neverit e qytetarit i cili çdo ditë më shumë po e braktis vendin edhe po ngelemi me shumë më pak njerëz. Edhe jo rastisht kishim vendime të qeverisë për uljen e numrit këshilltarëve nëpër komuna, sepse nuk kemi votues më. Edhe gjithashtu dua ta potencoj se mosarritja e korumit, cenzusit në komunat përkatëse, siç ishte ajo e Gostivarit, një prej më të mëdhajave, gjithashtu përçon mesazh. Qytetari përmes kësaj forme demokratike ka çuar mesazh, edhe pse duhet me përmend faktin, edhe pse dy koalicione të fuqishme kanë qenë aktive, ndërkohë s'kan mujt mi nxjerr 33% të qytetarëve me votu. Kjo tregon që qytetari ndoshta i ka ardhur majet hundës edhe prej ofertave politike. Prandaj partitë politike duhet të ulen seriozisht mendojnë për politika që e prekin qytetarët. Jo vetëm hajde ta përpilojmë një program një ditë pas zgjedhjeve, ma askush se përmend as program, apo askush nuk e thirr në përgjegjësi për mos implementim të atij programi zgjedhor. Zoti Bela, ky vit u shoqërua si rëndom me edhe vite tjera, besoj me një gjuhë politike gjithnjë e më tashpër, ju përmendët të rigrupimet, koalicionimet, megjithatë kemi pasur edhe një polarizim politik gjatë këtij viti. Si e vlerësoni këtë? Se kjo do të ndikojë tek qytetarët? Po kjo është ajo e cila dhem më shumë, sepse politika me gjithata partitë politike janë vlerë e shtuar në demokraci. Do të thonë partitë politike me programet e tyre, me idetë e tyre, me projekte, vetëm çka duhet me shtu ofertën te qytetarit që me bë sa më atraktive. Ky polarizim kujt i konvenon? Do të thonë, kjo është ajo absurdja. Në ndërkohë ju jeni në nevojë të verdiktit qytetar, ju shkoni e ofendoni kushtimisht ta me polarizime. Përveç që kishim polarizime brenda shqiptare, intrashqiptare të partive politike, gjithsesi dy koalicioneve të mëdha, kishim polarizim edhe nga ana e VMRO-s, që ishte e çuditshme. Ata vazhdimisht goditnin edhe partnerin e koalicionit tyne vlen. Diçka absurde. Do të thonë, nëse ju jeni një trup i cili përfaqësoni qeverinë, përfaqësoni ekzekutivin, si ka mundësi atëherë mu në zgjedhje dilte kryeministri edhe godit të partnerit qeveritar. Madje çka është më absurdja, s'di kush e këshillon atë njeri. Ai vazhdon akoma me kritika. E kishim protestën paqësore për kraje të themeluesve të OÇK-s në Hagë. Dhe çfarë ndodhi? Doli kryeministrit, na tha se dikush po tenton me na provoku, në ndërkohë provokon vetë protestën, duke themelu të ashtu quajtur shtabet krizës. Çfarë janë ata? E kupton, kjo është absurditeti. Mandej e goditi përsëri Vleni. Tha, unë nuk presa që
Vleni do ta përkrah këtë protestë. Kur doli zotri Megjiti me përkraje, ai doli përsëri reagoi. Tha, e kanë përkrah, tha unë s'jam i kënaqur me këtë punë, po atyre do t'ju shkoj fatura. Me thonë, kemi një arrogancë të pakontrollueshme të kësaj vëmëroje. Unë besoj se kjo është burimi më i madh. Prap kam shpresën se tek shqiptarët do ekziston një kompromis, se ata din të rreshtohen pas interesave tona kombëtare. Mirë po, kjo vëmëro me kaq, domethënë, ndoshta numri është problem, 58 deputet. Mirë po, kjo arrogancë e vëmëros është problem të kontrollohet. Me thonë, herë do kur do edhe Vleni do të ketë problem ndëjtjen në qeveri me këtë arrogancë të vëmëros. S'mund të toleroj goditjet e një pasqyrshme nga ana e kryeministit. Zoti Nuhiu, kur jemi të polarizimi, zoti Bela përmendi që për këtë ka kontribuar ndjeshëm edhe partia kryesore në pushtet VMRO DPMN-ja. Si e vlerësoni ju? Shqyqani, une po e përmendi, tash ndoshta nuk e kuptohen për opinion, pikërisht në këtë studio e kam thënë me 8 maj 2024 se VMRO DPMN-ja kishte orientohesha në bazë parametrave të fushatës 3 qëllime kryesore, do me thënë zhbërjen e marrëveshjes pespës, zhbërjen apo heqja dorë nga protokolli me Bullgarinë i 2017-s ashtu me duket, edhe relativizimin e marrëveshjes Ohrit. Që në atëherë, kush ka pas pak ndjesi, do me thënë vizion për politikë, ka pas se ka do lëviz politika në përgjithësi këto. Përderisa marrëveshjen e pespës ka garant Organizatën e Kombeve të Bashkuara, dhe si marrëveshje është e deponuar atje, nuk mund të preki. Bullgaria po ashtu i tha se protokolli nuk mund ta prekish, pasi pikët e protokollit gjën agent në eurointegrimet e Maqedonisë për Unionin Evropian. Do me thënë, nuk janë ma problem i Bullgarisë ato pikët. Janë problem që Maqedonia e Veriut duhet me Unionin Evropian të i diskutojë. I mbeti marrëveshja e Ohrit. Si e tillë e preku në disa vende, atë që tha zoti Bela shumë qartë, shumë mirë, dhe duhet vetëm të doja të shtoj diçka. Ajo politikë, flas për kandidatin, këtu e kom përpara evidencën, e koalicionit të VMRO DPMN-s ka marrë 561.000 vota. Të me thënë, janë shumë vota duke ditë vokabulari. Tash unë nuk e di çka mendon ajo. Unë orientohem bazë vokabularit asaj që përdorte. Kjo është një sinjal se Maqedonia e Veriut në ato zgjedhje shkoi tepër djathtë, as bukur shumë, edhe me 58 ullë si partia kryesore detyrimisht se bëhet arrogante, ndjehet e fuqishme, nuk pyet askënd. Është shumë normale. Prandaj për demokracinë këto dukuri nuk janë shumë të dobishme as të shëndosha. Do me thënë kanë këto dukuri që tani i përmendin. Prandaj edhe në momente kur nuk ka armiq, do të shpiken armiq, që të ketë me çka të merret. Po ta shihni ju tash, se ajo politikë ka filluar rënimi i asaj, mateni me parametrët vetëm që kanë përgjithësitë lokale janë numri i përgjithshëm i votave për këshillat. Ato mund të merren si vota politike. VMRO-ja sa kishte 130.000 ma pak më duket, nëse nuk mashtrohet. Po, nga zgjedhjet. Që do të thotë se shkon të poshtë. Detyrimisht do të lansoj probleme edhe aty ku nuk ka. Ku e gjen ma tepër? Te çështjet më e ndryshme, çështjet ndëretnike. Edhe aty kuptohet se aty do prek. Unë supozoj, dhash zoti mos tjetë ashtu, por të preken edhe të nxiten edhe probleme të lashe për arsye të mbijetesës skene politike, të rruqjes fuqisë politikës. Pra, jemi të vetëdijshëm se çështjet problemi i ekonomisë ka mbet në vend. Aktuali problemi i integrimeve ka mbet në vend. Problemi me kushtetutën nuk ecën fare përpara, që është kusht politik. Kërkoj gjithë ta përmbylli, Maqedonia e Veriut për dallim nga Shqipëria ka kushte politike dhe teknike për integrim. Nuk janë vetëm kushtet për mbushja e reformave që mund të themi si teknike, megjithëse nuk ka kushtet të tilla të pasta teknike, po themi standardet e reformave. Maqedonia i ka edhe standardet e reformave e ndryshimin e kushtetutës. Prandaj do të në situatë bukur të vështirë. Njëjtë edhe Kosova, po të marrëm një komparacion të bëjmë, dialogimin me Serbinë, zgjidhjen përfundimtare që do të marrë formë,
edhe përmbushja kritereve. Po sigurisht do të flasim më vonë për aspektin e eurointegrimeve, për të mbetemi te polarizimi politik dhe te çështjet etnike të cilat kanë qenë dominante në diskursin publik që prej fillimit të kësaj qeverie, po vazhdojnë të jenë edhe më tej, por duke parë gjithë këtë, që temat etnike kanë dominuar në diskursin publik, shtrohet pyetja, a ishte më tepër një propagandë se sa debat real politik? Unë mendoj se ishte propagandë më tepër për konsum politik, ditor, populizëm e kështu me radhë, se sa debat real. Ne debat real po duhem të hapim, do duhet të hapim debat në qarqit akademike, intelektuale, profesionale, ka po shkon politika shqiptare në Maqedoninë të Veriut. Ka po shkon. Që të them? Zakonisht, organizimi politik i shërben kauzës së përgjithshme. Edhe strumbullari i çdo politike është koncepti, edhe kuadrët. Te ne, jo publikisht, por realisht terren e kemi, 4-5 muaj para zgjedhjeve lokale, problemi më i rëndësishëm është kush do të jenë kandidatët. Fare nuk parashtat pyetja kush çka do ofrojë si programe. Po. Edhe prandaj unë shoh një devijim nga roli burimor i politikës tek shqiptarët Maqedoni. Do të thonë tek kuadrat që do vinë, tek partitë politike që do kenë më tepër ndikim, edhe kuptohet tek ndikimi që do kenë shoqëri ato, jo gjithmonë për shoqërinë, edhe jo gjithmonë për qytetarët. Shpesh ndodh edhe për grupe pa të ngushta. Prandaj them, duhet parashtat pyetja a ka deviju nga koncepti burimor politika këtu te ne. Kur i shoh gjitha këto që ndodhin, që i përmendi dhe profesori, që mendoj se ka vend për një debat shumë serioz akademik që edhe partitë politike të kenë një orientim se për çka futesh në politikë. Realizimin e ideve, koncepteve, programeve, jetë mirë për të gjithë, artikulimin e interesit përgjithshëm, apo i ke të rëndësishme ti numërosh kandidatët që zakonisht e partitë politike shqiptare, tash sa janë në numër, mund të numërohen nëpër gishtat e dorës. Edhe kjo është, këtë do e kisha qelë si debat unë, do me thënë, politika a është në misionin e vetë, këtu tek ne, tek shqiptarët Maqedoni. Kjo më shtin të mendoj pak më thellë, që detyrimisht do të bëhet pjesë edhe e debatit, jo vetëm politik, por edhe akademik, edhe profesional. Zoti Bela, kur jemi te propaganda, tani përmendet vëmërot do përmenen, por kemi parasysh që edhe opozita shqiptare këtu gjatë gjithë kohës kryesisht ka diskutuar në aspektin e temave kombëtare, për dallim që ndoshta edhe janë lënë anash edhe temat ekonomike, shoqërore e kështu me radhë. Si e vlerësoni këtë? Është pikërisht ajo që përmendet spari, se kjo ka të bëjë gjithashtu edhe me propagandë. Kjo propagandë besoj se është nisur nga partitë maqedonase, sepse tek elektorati maqedonas, specifikisht tek populli maqedonas, temat ndëretnike, gjithsesi goditjet, sidomos ndaj shqiptarëve, gjithmonë dhezin. Për dallim të shqiptarët jo edhe aq. Që do të thotë se pjekuri politike ka më shumë të shqiptarët se sa tek tjerët. Mirë po, pse kanë rënë, këta që tha profesori, do të shtrojmë pikpyetjet, pse kanë rënë partitë politike në këtë grac, pse ne duhet merremi me çështjet etnike, se tek e fundit zgjedhjet kalojnë, pastaj secili do duhet ta shohim a do marrim pagë me rritje apo s'do marrim pagë fare. Dhe ja tani askush, dhe sikur kjo propagandë është bë për mbulesën e problemeve të vërteta, që sot unë dhe ti dhe profesori së bashku nuk dim asgjë detale nga kredia e marrë nga shteti hungares. Ku kanë shkuar të parë, sa kanë shkuar të parë dhe sa do duhet t'i kthejnë. Është dhënë një shpjegim kështu general i përgjithshëm, asgjë tjetër detajisht. Sa kanë përfituar komunat shqiptare, që do të thotë se tek e fundit është ekonomia që është kryesore. Në teoritë politike ekziston një frazë që quhet potenca apo forca ekonomike dikton forcën politike. Jo rastësisht tash dalim globalisht. Presidenti Trump
është rikthyer në zyre të tij, apo është votuar nga amerikanë për çështje ekonomike, edhe shif çka po bën nëpër botë. U arriti tarifat gjithë shteteve. Pse? Se është ekonomia ajo e cila vlen dhe e cila është e prekshme për qytetarët. E tek ne, partitë politike sikur ranë grackën ndëretnike, e goditje ndëretnike, dhe aq shumë ul niveli sa që më në debatet e mediave maqedonase shumë mënyrë komode ilustroheshin shembuj se si një bord i një kompanie janë 100% Maqedonas, dhe momentin kur ti i kritikon ata pse nuk kemi shqiptar aty, thot ne nuk shohim aspektin ndëretnik këtu, e shohim meritokraci. Mirë, shqiptarët janë meritorë këtu me çmime Nobel, me ekonomistat shkëlqyer që i kemi. Jo rastisht po them, në vend se të bëhet ky lloj debati, ne shkum më marr kush atje flet shqip, kush nuk flet shqip. Femia Gani e ka pasur një fjalë, thot ty mundesh të miratosh një sëri ligjesh, mirë po nëse situatën praktike, faktike e ki ndryshe, kote ke. Që do të thotë, popullsia e Maqedonisë është evidente këtu dhe është e fortifikume, e din krejt bota sa jemi ne këtu. Mirë po, pavarësisht ata, dhe me thëmë, pale e kundërt, se sa na vlerësojnë neve, kjo është fakti pamohueshëm. Prandaj ne duhet të ngjallim temat për cilat e nisi edhe profesori, temat komplet tjetër. E shumë me vende, tha profesori, ku tha duhet ta vim në pikpyetje të madhe edhe burimin e politikës tonë, edhe gjithsesi kahje. Unë jam i bindur se fakti pse kemi rënë në këtë nivel është se shumë nga këta politik bërës nuk e kuptojnë demokracinë dhe proceset që ngërthejnë në demokraci. Ne kemi mbush parlamentin me mjek. Atje miratohen ligje. Mirë, duhen ca mjek për të dhënë ide nomenklaturës ligjore për aspektin shëndetësor. Mi po ku të flasim për çështje tjera, e kupton tash. Edhe kjo u formu si lloj sëmundje ku secili e shit e veten si përfitim. Nëse ja dalëm të bëhem deputet, gjithçka në rregull. Edhe gjithë i amësynin parlamentit. Po ku është faji këtu? Faji është pikërisht e mirëkuptimi ose kuptimi tërthort i politikës. Se ti mund të bëhesh person me pesh edhe jashtë institucioneve. Mjafton ti të merresh me një çështje që tha profesori ta shndrosh në kauz. A pa kemi ne këtu tema të cilët ne këtu nuk kemi shoqëri civile dhe krejt kjo për fajin e politikës. Se çka bën shoqëria civile, askush as nuk e suporton, as nuk e dëgjon. Se shoqëria civile mundet me dhënë disa dhëna të cilat suni gjejnë as institucioni. Këtu s'kemi shoqëri civile. Intelektualët heshtën përmes një kërcënimi që ja bën ndonjë aktivist prapi politikës. Kush të flet? Prandaj edhe kemi këtë strumbullar ku ne vetëm sillemi në atë rrethin vicioz. Unë mendoj se politika do duhet të përfshin njerëz të cilët janë ngritur, të cilët e kuptojnë demokracinë, të cilët i kuptojnë edhe ndarjen e pushteteve. S'mundemi na tash çdo parti maqedonase që e merr qeverisjen, ne tash të friksohemi se kjo parti ka njerëz të vet gjyqësorë dhe tash do fillojnë edhe pa ditë. Ndërsa ekonomia po shifët se çdo parti i ka kushtimisht të ato oligarkët e vet, edhe gjitha projektet bëhet konform kërkesave të asaj oligarkisë. Ju e keni vërejt edhe procedurat e tenderimit bëhen konform interesave të kompanive, jo interesave apo kërkesave të vet institucionit ose terenit. Edhe jo rastisht, unë e përmenda debatin e fundit se është absurde 40% e tenderave të paraqitet vetëm një kompani. Kjo tregon se ka pas marrëveshje paraprake. Edhe konstituimi apo përgatitja e tenderit është bërë vetëm për atë kompani që i pamundson kompanive tjera të konkurojnë. Ato komplet politika është fajtore. Dhe është koha që kjo politikë ta merr edhe përgjegjësinë. Nuk mundet më, çdo zgjedhje harrohet. Karta, monedha më e përdorshme e politikanit është premtimi, i cili tretët zbehet më një herë të nesërmen e datës së zgjedhjeve. Dhe askush si mball llogari. Mos duhet hyj tash edhe te mediumet, sepse edhe te mediumet ka një pikpyetje shumë të madhe.
Keni kritika edhe për ne? Do shta jo për mediumin publik, mirë po për ato privat, gjithsesi se po. Zgjedhen edhe analistët kush me qenë aty konform Nisafiri. Kur ka ndodhur kjo? Kjo është mo, do me thonë politika po na dikton gjithçka. Edhe nëse kanë arritë edhe te mediumet, ti ofrojnë qytetarit çfarë ata duan, atëherë mo s'ka mo këtu mendim të lirë. Do me thonë është vdekje demokracisë. Nëse ata se kanë kuptu, unë po ju thamë, demokracia ka vdek. Nëse gjitha instrumentet e demokracisë kanë ardhur që të kontrollohen nga politika, për çka flasim ne atëherë? Jo rastisht e përmenda migrimin. Ai qytetari i ri, i cili pret nesër të martohet, ta bëjë një familje, si unë punësim s'muj me hypi njerëzve partia. Edhe prap dalin me definicione se jo, kjo është meritokraci. Kjo është edhe ofendim. Po, atër në vazhdim do të flasim edhe për atë që e paralajmërova, domethënë ngjarja kryesore e vitit ka qenë tragjedia në Koçan, por e cila nxori në shesh edhe mangësi në sistemin shtetëror. Zoti Nuhiu, çfarë zbuloi kjo tragjedi sipas jush? Tash unë nuk e kam përcjell të them që është e vërteta rastin shumë detaje kështu. Po ajo që mund të them unë është se zbuloi një mos efikasitet të pushteteve në tërësi në Maqedoni. Qoftë të gjyqësarit, qoftë të ekzekutivit organeve, zbuloi një tendencë për hedhjen e fajësisë diku tjetër, zbuloi një tendencë për mjegullimin e fajtorëve të vërtet, edhe fajt të vërtet, edhe tendencë fundë edhe për hakmarrje politike edhe etnike. Do të thënë se i gjithë fajt qenë ka i dikuj që para 10 vjet ka qenë institucion, që nuk përjashtot. Unë jam dakord që të bëhet analizja gjithë secilit. Mirë po ti tash i përjashton aktorët aktual që janë, që menaxhojnë me resorët, me sektorët, kthehesh mbas 10-15 vjet, do të thonë atje nuk duket qasje jo adekuate jo se jo, por edhe qasje që do sjell tek rezultatet edhe tek hetimet e duhur, edhe në fund tek ajo që e meriton gjithkusht ta marr për mos përgjegjësinë e vete edhe. A mendoni se do të kemi gjykim të drejtë bazuar në përvojën që e kemi me raste të tilla, për shembull kemi pasur tragjedia edhe gjatë viteve të kaluara, madje edhe kur janë djegur edhe objekte shtetërore si spitali modular në Tetov, por edhe aksidentet si ajo në Bullgari dhe e Durmotursit. Pa tash nisur nga ajo që vazhdimisht temë kujdestare e Unionit Evropian është gjyqësia, nga perceptimi shumë i ulët të qytetarëve, do të thonë për sistemin gjyqësor në Maqedoni, si institucione që seriozisht kanë kriza të brendshme, unë personalisht nuk jam shumë optimist se edhe ky rast do zgjidhet, do të thonë drejt edhe sipas dëshmive që duhet të dalin në pa. Prandaj ndoshta mund edhe kjo të relativizohet, ashtu që sa kalon koha relativizohen problemet, ndoshta ka faktore dhe qendra të pushtetit që luajnë edhe këtë kartë, qendra të ndikimit në fakt, që luajnë edhe në kartën e relativizimit të çështjes nga kalimi i kohës. Personalisht nuk jam shumë optimist se do dalë këtu diçka e vërtetë në shesh. Po do ngele kështu e mjegullume në mënyrë që mund të keq përdoret nga qarqe të caktuara edhe t'i vehet vull, ndoshta edhe etnike, që të gjendet fajtori. Shumë mirë tha profesori që më së lehti është kur nuk ke çka të ofrosh, ide, zhvillim, perspektiv, atëherë shpif sa jo ngjall konflikte ndëretnike. Është karta që më shumë t'i kalon këtu. Tash, dësha ta plotësoj profesorin tek tema e migracionit. Edhe pse ishin zgjedhje lokale, asnjëra nga partitë fare nuk e konstatoi si problem shoqëror. Nuk ofruan. Po tash nuk preson për kryetarit komunës të ofrojë zgjidhje për migracionin. Pas paku në agjendën politike ta ketë të përmendet si problem që duhet zgjidhet. Unë nuk e pash. Ndoshta ju keni
keni has që dikush e ka përmendur, unë për vete jo. Do me thënë, fare nuk konstatohet si problem shoqëror, a është problemi kyç. Sot i keni vendet më zhvilluara në botë, të cilët nuk kanë shumë resurse natyrore, po kanë resursin më të vlefshëm, njeriu e shkolluar, njeriu punëtor, jo të gjithë, edhe ato që nuk janë me fakultete janë resurse gjithsesi, po kanë zanate, kanë perspektivë. Do me thonë, njeriu në përgjithësi është resursi më i çmueshëm dhe më i vlefshëm që ofron garanci. Kemi plot shtete në botë ashtu. Mos tash mos marr për hir të kohës, mos i përmendi, pikërisht ajo nuk vlerësohet tek ne. Pra janë probleme Migracioni, prof, nuk seriozisht, po, ordoni. Nga ajo që thashën se politika shqiptare, veçanërisht shqiptare, ka rënë grackën e pikërisht Partive Maqedonas. Këtij kurthit propagandës vetëm me çështje etnike. Prandaj më inspiroi edhe mua që ta çeli temën e politikës në tërësi, si dukuri. Qëllimi i politikës është ta artikulloj interesin. A publik kuptohet? A e plotson atë mision? Është temë ndoshta edhe me konotacion filozofik, debat, po gjithsesi do të hapet, kthehem edhe një herë te kjo, që t'i vendojmë sado pak për gjeneratat, për brezat që vinë, gjërat në binar. Ashtu që, e ndrova temat, kalova nga një ranë tjetron, por mendoj se seriozisht do të kapim me këtë çështje. Zoti Bela, të kthehemi te tema e Koçanit, po ju vetëm se përmendet në fillim si rast, megjithatë ndalemi pak më detajisht, përmend edhe raste tjera të cilat kanë ndodhur dhe të cilat nuk është që qytetarët janë ndarë të kënaqur me vendimet e organeve gjyqësore sa i përket atyre rasteve. A pritet të ndodhë një gjë e njëjtë edhe me rastin e Koçanit? Unë besoj që po, sepse sidomos në reformat gjyqësore nuk është se ndodh mrekullia brenda vitit ose brenda muajit. Reformat gjyqësore kanë kuptim ndryshimin e mentalitetit. Dhe nëse kthehemi te gjyqësori specifikisht, mos harrojmë se Bashkimi Evropian pati dërguar disa jurist me nam në krye me Reinhard Priebe. Jo rastësisht edhe raporti u quajt raporti Priebes, sepse ai ishte udhëheqës i delegacionit. Ai shumë bukur ka elabruar mes tjera se ju keni ligje evropiane, po nuk keni mentalitet evropian të zbatimit të tyre. Që do të thotë, ne i kemi gjitha parakushtet. Problemi o pikërisht e kjo, të diktimi politik. Rasti Durrëmët Ursi, a u rikthy prap? U rikthy me diktat kryeministri, si hakmarrje që tha profi ndaj elitave politike, kryesisht shqiptare. Mirë po prap, shife, fshihen dorasit kushtimisht thënë, apo përgjegjësit e vërtet. Mos harroni se firma e ish zëvendës kryeministrit Anxhushev akoma fiton tender në këtë shtet toni. Edhe pse njëjtë është edhe në lizë zez amerikane. Edhe pse personi është lizë zez amerikane, është profesor i nderuar në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi. Kjo është absurditeti. Do të thonë këtu gjithmonë edhe në fatkeqësi ata gjithmonë kanë me këshyrë me lënë fajtor shqiptarin. Unë vetëm një rast kam e përmend, një shembull i cili i demolon gjitha këta planifikime o gurzeza këtyne. Drejtori Gjevat Selami s'kishte një muj që u emëru drejtor në drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim, nëse s'gaboj. Po. Si merret ai person përgjegjës për rastin e Koçanit? Një muj ditë në zyre. Akoma ti duhesh të mësohesh me zyrën, me urdhëresat, me kornizat ligjore që ti mundsojnë veprimtarinë tënde. Si mundet të merret ai person? A kuptoni tash? Krejt kryeprokurori aktual, i cili tashmë është në proces të shkarkimit, sepse kërkesa është dorëzuar në parlament nga qeveria, në mënyrë që të mbijetoj më tutje në pozicionin e tij, i plotësoi gjitha kërkesat kryeministrit. Mirë po sikur ajo pralla jon kur Gjeli ka bo marrëveshje me Dhelprën, unë do t'i jap krejt pulat veç mu më shpëton, ma në fund e hanë edhe Gjeli. Ja, edhe kryeprokurori tani Gjeli. Është nga fundi.
Kjo, shife, jemi në proces të integrimit Bashkimin Evropian. Këta, jo rastisht po tham këta, pala Macedonës, këta akoma e kanë mentalitetin bolshevik. Për problemet tona, prezidentja doli e fajsoj pa pik turpi Bashkimin Evropian. Tha metoda e pranimit Bashkimit Evropian nuk është në rregull. Ja këta ku dalin. Krejt bota ju ka faj këtyne. O zotri, o i zonjë. Ne duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ne duhet t'i bindim ata. Pse duhet qytetari evropian të ndanë mjete financiare për një Maqedoni që është shkatrim? Ne duhet t'i bindim se ne jemi shtet demokratik, se ne jemi shtet ligjor, se ne themelet që kanë formu Bashkimin Evropian, ne i kemi integru në mentalitetin tonë. A ka qenë e lehtë për Robert Schumanin? Me njëherë pas luftës dytë botërore, gjithsesht franko-gjermane, me dhonë një propozim për bashkëpunim të Thëngjilli. Po këto janë ata politikanë, që edhe profesori, që nuk mendojnë për rezultatin zgjedhor. Këta ofrojnë, e kishim një bisedë vogël, idetë e mëdha. Ja ideja e tij. Sot krejt po duam të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ky Bashkim Evropian i ka dhënë disa jo kërkesa, ti them, po i ka dhënë disa instruksione, udhëzime se si duhet punim këto. Edhe çka bëjmë ne këtu? Popullin shqiptar e trajtojnë si pakic çdo kundi, 2-3%. Nuk është popull pakica i cili ka mbi 30%. Dhe shifeti sekreti ku është. Në gjitha goditjet dhe shqiptarët thotë ju jeni 25%. Mirëve s'ka problem, që edhe 20 let jemi. Ju sa jeni. Kur nuk bëhet pyetja sa janë ata. Edhe në regjistrimet e mëpërparshme, gjithmonë janë bë. Kaç shqiptar, kaç turq, kaç bosnjak, vëlla e të tjerë, dhe të gjithë të tjerët Maqedonas. Ku nuk bëhet regjistrimi kështu. A kuptoni? Mirë, por në regjistrimin e fundit këta dolën 51%. Tash s'ka problem, kur ndahen pozicionet, ti merr vetëm 50. Jo shqiptarit ja japin 20, 25, pastaj tjerat këtyne. Ose 29.30% sa duhet me regjistrimin e fundit shqiptarët, para 2 vitesh. Sinqerisht, ndërhi pak. Ma habit fakti se ende është fiksu në tru, ai 25.17%. Tash edhe zyrtarisht është 29.35, diçka, 60%. Shumë afër treshit figuroj edhe zyrtarisht. Edhe prap kjo nuk merret e sakt. Tjetra, këto janë problemet sociale, unë po i zbuloj që ata që të na ndëgjojnë të merren me to. Ishte një kërkesë në gjykatën kushtetuese që nëpër certifikatat e lindjes të figuron etnia. Pse e mohuan? A janë këta që na akuzojnë se ne jemi më pak se 20%, se duan të argëzojnë edhe ligjin për qytetin e Shkupit, se ju nuk jeni 20%, prandaj gjuha shqipe duhet bie nga përdorimi zyrtar. Pse friksohen këta? Unë kam punu në klinikën më të madhe të ginekologjisë, ku lindjet, se ti që aty e bën matematikën, statistikat që aty dalin, nëse shkojmë në anentin statistikor, pse i fshehin të dhënat? Lindjet kanë arrit që ne t'i afrohemi atyre në lindje. Pa e futur, kjo ishte vetëm prej klinikës ginekologjisë në spitalin pa e futur këtë në Çajër që e kemi. Me pa çfarë marrëzi bën atje, edhe jashta njerëzore. Do të thotë se njeriu e ka një kufi. Okej, ky është interesi im, po deri këtu. Ama një ndërgjegja, njerëzorja do të më ndërhy. Këta hiç i kalojnë gjitha. Kanë shku, kanë vu etnia atje musliman. Kush janë ato musliman? S'ka etni musliman. A kupton? Krejt kjo që të fshihet potenca, se nga përqindja e shqiptarëve në këtë shtet, lindë edhe potenca, lindë edhe pjesëmarrja në institucione, edhe pjesëmarrja në kuletën apo buxhetin e shtetit. Kjo është ekonomia që më flet edhe profi, se nesër na duhet t'i themi qytetarëve se ja, e kemi përmirësuar mirëqenien, se tek e fundit mirëqenia është kryesore. Si ishte ajo anketa në Zvicër? Ata që marrin për 5.000 euro rrogë, nuk e din as kush është president. Se kanë tjera gajla. E ne tash, populli varfër me më shumë politikë. Edhe bombardohemi me çështje etnike, ky tha ashtu, ky tha kështu. Në tash të themi politike. Ja, zgjedhjet kalun, tash do të me qu me ngronë diçka të shtëpia. Kjo është ajo që unë besoj
Se edhe dhash shembull konkret që rasti Koçanit është një rast flagrant, mu më dhimbsen familjarët që kanë pësu, shifeti, edhe i kishin pregadit në formën më brutale, formën më tegër, i kanë fut në gjykat, kanë marrë pjesë në seancën e gjykatës, edhe dalin me reagime, nuk dëgjuam asnjë kërkim falje prej të akuzumve. Në ndërkohë ato janë vetëm të akuzum, duhet dëshmohen se janë fajtor. Ja, prindi kujton që ata janë fajtor. Kjo është absurd. Mirë, do kalojmë edhe në temën e eurointegrimeve. A mund të themi zoti Bela se dështimi më i madh i Maqedonisë së Veriut këtë vit ka qenë procesi eurointegrues i vendit? Konkretisht nuk kemi pasur asnjë hap përpara drejt Bashkimit Evropian. Padyshim se po, sepse gjithçka buron nga çajo. Gjithçka buron nga eurointegrimet, edhe përmirësimi i nivelit ekonomik tek ne mvaret edhe tek ajo, se nëse ne përshpejtojmë siç po përshpejton Shqipëria, ne gjithashtu do të jemi të favorshëm edhe që thash për investimet e huaja, se tashmë buxheti shtetëror, kompanitë private kanë kaq kapacitet. Nëse zvin kompanitë e fuqishme të huaja, e që tha profi shumë mirë se nëse ti ke kuadro rinit, shëndosh, të arsimum, ata këtë e lypin. Se vinë këtu për fuqi punëtore dhe vinë për këtu për shtet ligjor. E nëse përmisohet kjo klim, ne do ta përmisojmë edhe ekonominë. Jo rastësisht tash gjithçka buron nga eurointegrimet. Mirë po, çuditërisht, edhe në eurointegrime kemi dallim. Të vetmit shtytës që janë konstant për eurointegrime janë shqiptarë. Shifet tash kanë fillu mu rri pesimizmi tek palja Maqedonës. Ne do të bëjmë kompromise tjera, mund të jetojmë edhe pa Bashkimin Evropian. Bile kanë fillu tash të mendojnë për një shtep zbashku me serbët, edhe mos harro. Një prej shkaktarëve që kanë kësi mentaliteti këta, është edhe pyetja shumë esenciale e referendumit për këtë shtet Maqedonisë. E di si ka qenë? A jeni për një shtet pavarur, ose të bashkuar me të drejtë bashkimi me ish Republika Jugoslave. Do me thonë, e kanë kuptu politikanë që këta janë, du tash t'ingloj keq, po e kanë një dozë frike. Edhe politikanë Maqedonas din me shfrytzu këtë frikë qytetare. Dhe jo rastësisht çdo avancimi drejtave shqiptarëve bombardohet elektorati apo qytetari i Maqedonas. Krye parlamentari i parë shqiptar. Ka me najmar shtetin, tash ka mu bo Shqipëria e madhe. Ishte krye parlamentari, mbaroj, asgjë. Ku shkoj shteti? Këtu. Kryeministri i parë shqiptar. Sa nami, sa akuzat, sa kështu. Do bashkohen këto me Kosovë, me Shqipëri. Ja, ku është. Me thonë, politika maqedonase është koshiente për frikën. Se këta, e këtu duhet historian më shumë të folim pse ka ardhur deri te kjo frikë, është se neve, vetëm ndaj neve e kanë, se ne jemi autokton. Vetëmit që mundën me nëjë kontestu shtetin janë shqiptarë, se këta kanë qenë prej në fillim. Nëse i gjon ti disa fotografi prej 1912 se të Shkupit, ti e shes se Shkupi ka qenë vetëm me xhamia. Ka erdhën këta. Shumë e thjeshtë, po sidoqoftë, do të thonë, unë prap e rikthej një pyetje që ka qenë gjatë zgjedhjeve parlamentare. A ishte një dokument i nënshkruar nga dy palët shqiptare, dy koalicionet. E përmendi edhe zotri Taravari sa ishte atje dhe zotri Aliameti. U nënshkru që nëse nuk ka integrim evropiane, nuk bëjmë qeveri. Nuk bëjmë qeveri, po. Ku humbaj dokument? Se disi kemi edhe ambasadën amerikane, e cila shumë po heshtë. Për mos thonë se është dhënë tërësisht në anën e VMRO-s. Ambasadorën amerikane e sheti vetëm në për ta shtu quhet vinaria të VMRO-s, të restoraneve atje, ma nuk ka dalë të folja ajo politikisht. Tani që goditën Ministrinë e Financave për mungesë të financa, ajo shkon i jep një lloj fuqizimi, një lloj përkraj ministres financave. Këtu ka shumë pyetje, edhe pikpyetje për cilat do duhet t'i adresohet. Ambasadori amerikane ka qenë, ambasada amerikane ka qenë kujdestarja numër 1 e gjitha avancimeve të këtij shteti.
Tani që kemi në gërç, heshti. Për më keq, dele edhe për krahët. Ajo ishte në një intervistë në Alsat, edhe tha, nuk kam pa, që 3 vite, 4 tha jam këtu, nuk kam pa asnjë qeveri si kjo që është e përkushtuar ndaj integrimit. Kjo është më skandaloze. Edhe mirë po thashën, gazetarët shujnë aty, nuk e bombardojnë me pyetje që duhet me pyetje, a i gareni të mo. Qa bendoni jo, se na pim naf vend tuj dhe hajmë bar vend ushqimi. Si? Ne nëse nuk kemi integrime europiane, ky shtet vdes, ose do bëhet pjesë e Serbisë. Ka që thjesht është. E tani mo që janë futë edhe televizionet sërbe, tani është futë edhe interesi direkt sërb këto, linja Hekurudhës më veç po lidhet direkt Beograd, Shkup, Sofje. Po, zotin Uhiu. Shani, Maqedonia, aplikimin për statusin e kandidatit e ka bërë, me sa më kujtohet, në shkurt të 2004-ës. Edhe statusin e kandidatit e ka fitu në dhjetor të 2005-ës. Edhe para Kroacisë, besoni. Kur ky shtet e ka fitu statusin e kandidatit, edhe as Kroacia nuk e ka pas. Ka qenë shteti i parë në Ballkan. Këtu mungon, të them tash, vullneti brendshëm politik për eurointegrime për jashtë shqiptarët, që sot po ta bësh një anket, bëni 2 anketa paralele të ndara, të pjesa shqiptare edhe dhe maqedonase, dëshohash si do i kesh rezultatet për disponimin pro-evropian, pro-integrimeve. Në fundit, në korpusin tonë politik ka edhe parti për integrim, ashtu e ka dhe emnin. Të me thonë, që pranohet burimisht, merë mandate, ka qeveris, të me thonë, është një mungesa e vullnetit politik për integrimet të faktori Maqedonas. Është evident. Tash nuk e di me përqindje, nuk futet se ndryshojnë, në varësisht prej rrethanave politike, ndryshojnë edhe për kraje, por të shqiptarët mbetet konstante për saktimi pro-evropian. Nuk mund të them se do kemi rezultate të shpejta, nuk mund të them, pasi nuk ka vullnet politik për zgjidhjen e problemeve. Ty e din që ndryshimet kushtetuese të preambullës erdhen nga fundi, vetëm akti i fundi, faza përfundimtare, me sa më kujtohet mbeti që të kryhen ndryshimet kushtetuese, që edhe... A dëshirojnë realisht partitë politike në Maqedoni të veriut integrimin e evropian, edhe pse e thonë hapur se janë pro-integrimit evropian, por ka disa vite që nuk bëjnë hapat që qojnë deri në Bruxelles. Ka do regula një jetë edhe në politik të shihen veprimet, jo deklaratat. Prandaj, nëse shihni veprimet, fare nuk janë. Me thonë, thirrja në ose si strategji e veprimit politik e përkëtsimit të marrëdhënieve drejtnike. Unë nuk e mendoj se është politikë eurointegruese. Përkëtësimi situatës në demokraci që Maqedonia për disa vende, për shumë vende zbret poshtë, nuk mendoj se është kriter për eurointegrim, është e kundërta. Zhvillimi ekonomik është e kundërta. Me thënë, veprimet flasin se nuk dëshirohet diçka e tillë. Edhe shumë qartë është thënë, ndryshimi i kushtetutës është kusht, pik, i preambullës. Pra, çka pritet të ndodhë? Edhe këtu, mendoj se unë e kam elaboruar edhe në raste tjera dhe ku kam pas mundësi, ndoshta është pak edhe ndryshimi i shpesht i metodologjisë së negociimit që vetë Unioni Evropian e ka zbatu, është një faktor që ka ngadalësu pranimin. Është edhe ajo një faktor. Ju kujtohet vitin 2020 duket Franca dha propozim, pa nga 83-34 kapitujt ju bon 5-6. Tjetër bindje kam për këtë, prof. Se ka përshpejtu, po pse mentalitetet tona nuk e shfrytëzojnë, për herë të parë është vu në pozicion mekanizmi i cili i lejon shtetet që kanë problem, shtetet aderuse, që kanë problem me shtetet antare, e që ka qenë penges, veto të mund të negociojnë direkt, pa bashkimin evropian. Do me thonë, masa lehtësuese, Maqedonia shumë kollaj ka, kryeministri shkon në Bullgari, pi një kafe, do merremi vesh, po.
e çon marrëveshje. Mungesë e vullnetit politik është ajo, qitra, po, Besoj dakor që që. ishte mekanizëm lehtësues, po këtu Qitra, kuptohet ti. vërtet Unioni Evropian duhet ta trajtojë Ballkanin, antarësimin e shteteve të Ballkanit perëndimor si interes gjeostrategjik dhe gjeopolitik. Vërtet ashtu duhet ta trajtojë. Megjithëse figuron disa dokumente, figuron shpesh e hasim edhe në për deklaratat e politikanëve kryesorë të Unionit Evropian, mirë po veprimet shpesh nuk duken se përkojnë me deklaratat, ashtu që mendoj se këtu nuk shoh një ndryshim të kursit politik pro integrimeve në një të ardhme të afërt. Sepse gjenerohet një opinion anti-evropian, nëse vjen Unioni Evropian, dikush fiton shumë të drejta, me këtë kriter maten, me këtë, dhe me thënë, me gallkikën vështrim shihen proceset integruese, edhe prandaj nuk ka vullnet politik për ecje përpara. Po për hir të veç kohës. një detaj. Do të thonë, regjistrimi i fundit e zbriti popullin Maqedonisë në 51%. Tani kërkesa e Bullgarisë për futjen e bullgarëve në kushtetutë është pikpyetje e madhe se sa do të dalin ata në regjistrimin e arshëm. Dhe nëse se ata marrin përqindjen nga populli Maqedonas, jo nga shqiptarë. Dhe nëse populli Maqedonas zbret në 50%, e humb të drejtën të quhet ati kombi. A kupton? Këtu është problemi. Po normal, se atëherë do të bëhet shteti pakica. A kupton? Nuk ka të drejtë më dikton. Bartës sovranitet. Nuk ka më të drejtë dikton politika se unë jam pronar i shtetit. Bartës i sovranitetit, ashtu është. E kjo është ajo që i pra jëndis, them, është një debat që sot o prit jetë, ndoshta jemi marrë edhe me tema konkrete, pikërisht po unë për vete, sikur pak insistova, edhe falënderi që na i mundsu të çelim realisht problemet që janë këtë shtet, mos merremi vetëm me faktografi, ndodhi kjo, ndodhi ajo, që shpesh marrin edhe nuk e marrin trajtimin e duhur, por mendoj se mirë që u çelën në këtë formë disa telashe të rënda që janë në brendin në esencën e funksionimit të këtij shteti. Po, për hir të kohës do të kalojmë edhe në tema tjera, të flasim edhe lidhje me çështjet aktuale. Zoti Bela, Bashkimi Demokratik për Integrim ka paralajmëruar që më 20 dhjetor do të organizojë kongresin e partisë, janë paralajmëruar reforma në këtë parti, si duhet të veproj BDI sipas jush në periudhën e vazhdim, apo në këtë kongres? Ndoshta pyetjen se keni me vend, se si duhet të veproj BDI, do duhet përgjigjen këshilltarët e BDI-s. Mirë, po ju pyes si... Po, jo, nuk jam këshilla gratis aty, jo. Po është diçka pesimiste të konë se Zoti Ahmeti nuk ka bërë reforma plot 23 vite. Edhe nuk pres që do të bënë reformat mirëfillta. Është një segment cilën unë e veçoj në këtë frym. Ajo është se ai e nisi, nëse të kujtohet, me ministrat e rinj atëherë, edhe pse ishin ministrat teknik, mirë po ishte një frym pozitiv. Çfarë ndodhi? Brenda 3 muajve i eliminuan tërësisht garda e vjetër e BDI-s. E që Zotri Ahmeti nuk arriti ta shtyjë përpara këtë proces. Dhe tani njëjtat figura, shumë prej tyre, njëjtat figura që i kenë nga themelimi i BDI-s, akoma i ke në kryesinë qendrore apo në këshillin e përgjithshëm të BDI-s. Dhe kur ja shton këtë se në opozitë është vështirë me bërë reforma, kjo e ngjallat pesimizmin të onë që Zotri Ahmeti do t'ja dalë ta reformojë mirëfilli partinë e tij. E dyta, ndoshta është tepër vonë. Në kupton se tani pas një thyrje të rëndë që e psoi kjo parti në zgjedhjet e fundit, ndoshta tani më edhe nuk don askush t'i bashkangjitet asaj partisë. Edhe kjo do ta bëj, po flas për Zotin Ahmeti se si me çfarë situata do të përballet, kjo do ta bëj ata që nuk mundesh edhe shumë prej strukturave të manjanosh. Nuk guxon aq lehtësisht t'i lirosh nga përgjegjësia, sepse ata kanë përgjegjësi, sidomos ata funksionarët e përjetshëm që i kemi quajtur na, ka 12 vite drejtora, tani jetën ministra. Fatmir Besimi është prej të parëve ministër ekonomisë, i financave, Zëvendës kryeministër, prapë i financave, e që do të thotë
E sidomos përgjigje s'kan dhënë ata ku një mahall, një lagje kishte 2-3 ministra edhe psuan debakëll në zgjedhje. Kjo tregon se shërbimi ndaj qytetarëve se ke pas korrekt. Domethënë nuk besoj se zoti Ahmeti do të mund çaq kollaj të liron ata nga përgjegjësia, sepse edhe nëse do të kemi reforma, ata të vjetrit do duhet të qëndrojnë aty për t'i suportuar, për t'i përkrahur kuadrët e reja. Njësoj sikurse dikur atyre ju është dhënë përkraje. Unë jam pesimist, sepse duke njohur figurën e Ali Ahmetit, ai deri më sot nuk ka përjashtuar asnjë kuadër të tij nga partia. Kur, hiç. Ai e ka lënë që në ndërgjegjen e tij, në pjekurinë e tij të largohet, do shta ta kupton se ka më kohën, është i konsumuar. Mirë po, asnjëherë nuk e ka larguar. Dhe kjo tregon se ai, ndoshta e shpjegon edhe koha e tij kur ai u fut në politikë, se disi ai e ka pas detyrueshme më fut, duke ka dashur më fut edhe normal. Nuk i din këto procedura, mirë po a na duhet neve një BDI e fortë definitivisht, se tani kemi një pushtet absolut, ku VMRO dhe Vleni kanë prezidencën, kanë ekzekutivin, kanë mazhorancën parlamentare dhe tani po diktojnë gjyqësor. Pa dyshim na duhet një BDI e fortë, na duhet një opozitë e fortë, këtu do duhet gjithsesi, nëse nuk kemi shoqëri civile të shpikin, intelektuale do duhet ta japin kontributin e tyre në mënyrë që të jemi korrektues të këtij pushteti. Se pushteti është absolut, pushteti është, domethënë, jo rastësisht po lëshohem edhe në kësi deklarime që kanë arrit më mi fut durët edhe në prokurori. Nuk duhet harruar se kryeministri Mickovski goditi pa mëshirë Këshillin gjyqësor, Këshillin prokurorar dhe tani po e shkarkon edhe krye prokurorin e prokurorisë themelore apo të përgjithshme. Edhe uroj që zotri Ahmeti t'ja dalë, por kam një dozë pesimizmi nga e kaluara e tij se ai nuk është se në teoritë politike ndahen liderët çfarë kategoria. Nuk është ai i cili pret me spa. Gjithmonë i kalon kuadrët e tij që në formën e tyre vetanake të ndërgjegjes të pjekurisë të largohen, por nuk është ai që dëbon dikan prej partisë. Nuk po duhet të shohim emra, po kur i dhat ju insertet në mbledhjen e fundit ku u vendos që partia të shkon në kongres të jashtëzakonshëm, i pat disa njerëz aty që janë prej fillimit aty. Konsumim, stër konsumim, domethënë. Po, zotin Uhiu? Mendoj se do të ketë reforma, por jo ato që pret opinioni dhe antari i zakonshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, por arsye se ka shumë grupe që nga fillimi aty dhe kanë ndikimin e vet, edhe pikë është sa do të tërhiqen nga rezistenca ato që të mos jenë më aty të kenë ndikim. Do me thonë, o dash më herët të bëhen, jo rasisht shfrytëzohen momente të caktuara për ndryshime radikale në për partit politike, ndryshime drastike. Jo rasisht lider të caktuar për në shtetet demokratike, apo shkarkime organesh partijake ndodhin një ditë ose dy pas zgjedhjeve, por derisa ka opinion për diçka të tillë. Tashti kur fillon largon, do të thonë, edhe fillon të kalkulosh e hek këtë, vendoj këtë, lë këtë, sikur relativizohen ato, reforma do ketë, po jo me atë fuqinë e pritur nga opinioni publik. Pasi është bukur vështirë të ndodhin ndryshime të tilla të përnjëhershme. Do të thonë, ndryshimet jam të e përfundu, ndodhin fas. Definitivisht, partitë politike shqiptare do të pranojnë edhe një realitet, që në çdo kongres 1/3 e funksionarëve prej poshtë deri lart të zaventohen, ndryshime permanente që mos mund dikush të kordiset 20 vjet aty, edhe më nesër bën rezistencë për çdo ndryshim. Mendoj se kjo rrugë do të ndiqet për të gjitha partitë politike, tjetë si principi veprimit. Po dhe krejt për në fund, nga java ardhshme pritet të filloj fushata zgjedhore
për zgjedhjet e përsëritura në Gostivar, Vrapqish, Mavrovë dhe Qendër-Zhup. Si prisin të rrjedhë fushata dhe si e vlerësoni faktin që vlen vendosit të garoj me kandidat tjerë, gjithsesi me Nevzat Bejten në Gostivar dhe të përkrap kandidatin Zulhajrat Debiri në Vrapqish? Po, kjo është ajo faza kur faza jo e mirë, kur qytetarët përsëri do të lodhen, sepse mungesi cenzusit e vendosi ashtu, mirë po, historia e brishte jonë ka tregu se populli ditë lodhet edhe me zgjedhje. Vazhdimisht zgjedhje, edhe sikur të kemi përmbushjet premtimeve prapë qytetari lodhet, se është fushat raskapitse edhe për vetë kandidatët, partit politike, po gjithsesi edhe për qytetarë. Ajo është mirë se po bëhet vetëm në 4 komuna, edhe besoj se do të shkojë gjithçka mirë. Gostivari taksativisht ka treguar një pjekuri të lartë politike në për gjitha zgjedhjet e vendit, edhe ka pas pjekuri politike gjithashtu edhe në ndërrimin e kandidatëve. Atje kemi pas një demokraci të mirëfillt, ku për shembull BDI-ja në ato kohë që ka qenë shumë parti e fuqishme, ka humbur pushtetin lokal kurse ka prit. Ka një dozë të pjekurisë bukur të mirë në Gostivar. Tani po na kthehet Nevzat Bejta si kandidat për kryetar të Gostivarit. Figura e Nevzatit gjithsesi më saktësisht është kalkulim i vet vlenit, për vet faktin se ata që tha profesori nderuar se disa kuadro me kohë duke ndejt aty kanë rezistuar të tjerëve që të vinë reformat, edhe tani vinë spikam përsëri ata. Edhe Zotri Nevzat Bejta është një prej atyne që ka arrit me rujt figurën e tij përmes shërbimeve që i ka bërë, edhe tash vlenit i duket sikur më i përshtatshëm edhe jo rastisht është bën ndrimi. Se a do të ketë sukses ndaj kandidatit të AKI-s Valbon Limani, cili kandidati tash s'di si ta quajmë, se tash AKI medaljen e Selës se di si merr form apo emër ai koalicion, po sidoqoftë kandidati domethënë Valbon Limani, i cili shumë pak është në komunë, domethënë a do arrijë Nevzat Bejta ta shfrytëzoj mospërvojën e tij të madhe edhe t'ja rrëmben komunën, varet tash krejt e qytetarët. Mirë po, unë besoj se ky ndryshim i vlenit nuk është do si do. I kanë mendu mirë gjërat, sepse nëse kanë arrit me rrëmby pushtetin nga BDI-ja përmes Izet Megjitit, i cili gjithashtu ka qenë i BDI-s, tani po provojnë edhe në miniatur, në pushtet lokal atje, përmes Nevzat Bejtës. Zotri Bejta gëzon një popularitet, edhe pse ata skenar që i bën ai duket se i bën planifikume, kur është shpesh që shakaxhie kështu e sen e ka gjetë një formë që si me qenë edhe simpatik ndaj opinion. Po, simpatik edhe penetrues te bindjet e qytetarëve. Si në Hajgare, jo kryetari 24 karat, jo kështu, jo ashtu. Mirë po, edhe gëzon një simpati bukur të mirë. E tani si do kalon krejt kjo, në varet të qytetarët e Gostivarit, po si do qoftë, unë ndala në Gostivar, sepse Gostivari është si komunë më e madhe. Më me interes. Po, edhe gëzon fakti se kanë tregu një dozë pjekurisë të lartë qytetarie me ndrimin e pushteteve. Edhe besoj se edhe në për komuna tjera do kemi, por tash problem është e Vrapqishti. Më thonë, Zotri Isen Shabani si duket e ka fortifiku mirë atë pozicion, po jo rastisht janë zgjedhje, varet se si do jetë deri në momentin e fundit. Zotin Uhiu, shkurtimisht për zgjedhjet e përsëritura në Gostivar, Vrapqisht. Po është karakteristike se është hera e parë që bëjnë zgjedhjet komunale për shkak të mosarritjes cenzusit, që flet për një qëndrim politik të qytetarëve dhe me mosdaljen e tyre. Pres të jenë të qeta, nuk pres shumë dalje të madhe të qytetarëve, për arsye se një që janë lodh, e dyta nuk ka do i risi të kandidatët. Valbon Limani është i ri, po
nuk është figurë krejtësisht e re e panjohtur për opinionin. Nga ana tjetër kemi një figurë që 2 apo 3 herë përpara ka qenë në subjektin tjetër kur ishte kryetari i komunës Gosivarit, ashtu që nuk pres ndonjë dalshmëri masive të qytetarëve, por sido që të jetë, shpresoj që të përmbushet censusi, të përmbyllet procesi i zgjedhjeve lokale. Ju falenderoj që ishit me ne sonte për të dhënë komentet dhe analizat tuaja si për vitin 2025 që kemi pasur, por edhe në lidhje me çështjet me interes për opinionin. Faleminderit për mundësi. Faleminderit për ftesë. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë këtë Zoom. Ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Natën e mirë.